Kishte ndodhur ngjarja 2 prill në Shkodër dhe nuk duhet ta lëm Fatostanën të qeverisë. E kthehem prapë në 3 prill. Në krahas të marr ata punëtorët e mi, thash do bëjmë grevë tani se na kanë bërë me hile rrogat tona duhet të jenë 3 fishi më të larta. Më të krijova një sindikat me një 20-25 veta. Bëm thirrje të ndërpritjen punimit, puna në minierë, ndërprer puna se ne ishim gjeologjistë, kishim punë fare minierë, ndërprer puna në minierë, u bashkua miniera, gjeologjia, ndërmarrja e rrugave, u mbush sheshi Krasës plot. Dhe për parë më ka zënë frika në jetë, nga budallëku thash, që bëm botanistë ata na kishin marrë shumë seriozisht to që kishim thënë, ndërkohë që ne ishim populizëm, hajde bëjmë grevë. Dhe kur vajti data 8 janar mora në telefon Yllëvesiun, thash profesor, unë e bëra këtë grevën, po unë si mbaj dot këta mendojnë që vërtet do t'u bëjmë rrogat 5 fishne dhe do hanë me luk floriri. Ja se do vi unë nesër, tha me fiqiriun. Jo, erdhi me fiqiri Xibrin nesër. Mbajtën u mbush ai sheshi Krasës plot. Fiqiriu tha ju po jetoni mbi flori, tha këta na jetojnë po han djersën. Po ishte shumë e thjeshtë, po mbushë mendjen atyre që u ndërprer puna përfundimisht, ajo greva u forcua sindikatat e solli deri në Tiranë, në fakt ajo bë sebeb, ajo lëvizje minatorëve çoi tek 4-5 qershori që u rrezu Fatostani në Tiranë. Por ndërkohë Fatostani krijoi qeverinë e parë dhe mbaj mend erdhi Qemal Disha, ishte ministri i financave, sapo emëruar nga Fatostani, erdhi direkt atje se ishte nga Burreli, nga Dibra. Erdhi më takoi, më tha ti ke bërë nxitur ta, thashë me thënë drejtën, unë u thash, po tani këto janë jashtë kontrollit tim, nuk po tha më nuk kanë me PD këta. Nga që doja ta heqja frikën, dhe atëherë Ahmet Zogu ishte shumë i frikshëm, më duket se këta janë gjithë me Lega Zogu, më thash nuk kam parë ca fotografi të Lega Zogut, kam mundësi e ka organizuar ai dhe ika.